Kujdesi parësor gjithmonë ka në prioritet shëndetin e popullatës. Në këtë rast, programi për vizita në shtëpi, e ka vendosur në fokus gjendjen e grave shtatzanës dhe nanave me fëmijë. Na kemi depërtuar drejt për drejt të secila familje që të merr edukim profesional të promovohet shëndeti dhe mirëqenia e tyre. Roli i vaksinimit është shumë i rëndësishëm me qenë në terren, sepse ka dhe në vendet dhe sidomos na shkojmë edhe në vendet rurale ku atje dhe prindërit nuk kanë mundësi më ardhë vazhdimisht edhe më informu rreth vaksinimit. Programi për vizitat në shtëpi nuk është vetëm shërbim, mendoj që është një mbështetje fortë emocionale, sidomos te nënat pas lindjes, me që zakonisht i nxjerrim pikat e forta dhe pikat e dobta, por na ka dalë shumë a shumë kjo pjesa kur është mbështetja që duhet patjetër të jetë te nënat.